Mirëmbrëma dhe mirë se gjejmë shikues të nderuar edhe me këtë emision të drejt për drejt Provita. Sonde vendosëm bashkë me bashkëbiseduesin ton të flasim për gripin dhe moshat pediatrike, nga se gripi shpeshherë mund të jetë, domethënë, vetëm një virozë e cila kalon lehtë, por megjithatë shpeshherë mund ndodhë të ndërlidhet me ndërlikime. Ne sonte do të flasim me doktor Harkan Mehmedin, pediatër, cilin e njohim nga më parë, por si pediatër në klinikën e fëmijëve, pastaj edhe në punktin për në Bitpazar apo jo në poliklinikën Bitpazar, ku para ca muajve, domethënë, u hapë dhe ku mund drejtoheshin, domethënë, pacientët, fëmijët në këtë qendër, sidomos në kujdestari, dhe tani jeni në spitalin ginekologjik Nën Tereza në Çajër, që do të thotë keni mjaft informacione se si është gjendja momentale me virusin e gripit, ndonëse ne jemi mësuar çdo vit kemi apo jo këtë virus në mesin ton, por kësaj radhe vendosëm që të flasim më tepër për grup moshat e reja, ose thënë më saktë për moshën pediatrike. Mirë se erdhët në Provita, doktor. Gjithmonë kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Besoj që me këto këshilla që t'japim sonte, edhe do të ndihmojmë shikuesve tanë me disa këshilla që t'jenë edhe ato të kënaqur që ta shikojnë me qejf këtë emision. Ashtu që fillimisht kisha filluar me fjalë se gripi është aktual për sezonin e dimrit, dhe vetëm fjala grip domethënë nënkupton infekcion virusal, ku të gjithë e dimë se një ftofje ta ka fëmijën, të gjithë vrapojnë pas antibiotikëve, mirë po ajo është diçka që nuk duhet bërë në kohën e fundit, për shkak se gjitha analizat dhe mediumet, mund të them edhe botërore, janë kundër antibiotikëve të tipën të fëmijët për çdo infekcion apo për çdo ftofje. Por domethënë zakonisht gripi paraqet infekcion të influencës A, që do të thotë është domethënë infekcion virusal, ku kërkon vetëm terapi simptomatike. Me kuptimin e fjalës terapi simptomatike nuk kuptojmë nëse fëmia ka filluar me temperaturë, i jepet vetëm antipiretik. Nëse ka filluar me rrjedhje të hundëve, domethënë bëhet vetëm toaletë e hundës. Nuk ka nevojë më njëherë të fillohet me antibiotik. Do na sharoni ju pak edhe më detajisht gjitha këto dilema ne që kemi edhe që i bëjmë apo jo në shtëpi, nga frika se mos po komplikohet gjendja e fëmijëve. Doktor, na sharoni për fillim, do të thotë, a mund të jetë i rrezikshëm gripi? Dhe ne e dim se gripi kalon, domethënë, pa antibiotik 3 deri në 7 ditë. Me ilaçe, pa ilaçe, e kemi, domethënë, atë kohën kur duhet ta kalojmë disi, por tek fëmijët është krejtësisht pak më ndryshe, sepse ne jemi ata që duhet, domethënë, të mbikëqyrim rrjedhën dhe të trajtojmë, por siç thatë edhe vetë, ndoshta keq menaxhojmë neve trajtimin e fëmijëve. Le të shkojmë me atë se mund të jetë apo jo i rrezikshëm, si është gjendja. Për momentin e dim se spitalet për fëmijë janë të stërmbushura nga fëmijë, domethënë, me, mund të themi, komplikime apo jo? Me infekcione, po. Me infekcione të ndryshme, të cilat pastaj ndoshta edhe ndërlidhen edhe me ca bakterie kështu me radhë, dhe normal se kemi panik si prindër. Kemi ne fëmijë foshnje të posalindura, kemi fëmijë 2 vjeç, gjithashtu që nuk flasin, nuk din t'i tregojnë telashet, kemi në përqerdhe, në shkolla e kështu me radhë. Nuk ka nevojë të flet, po shifet gjendja klinike e fëmijës, ashtu që ne nuk e dimë, na përkujtoni edhe një herë, po. Për atë arsye, çdo prind kur e shef që ndryshon sjellja e fëmijës apo ka çdo ndryshim që vjen te fëmia, menjëherë normale konsulton mjekun nam, ku konsultohet për gjendjen e fëmijës, dhe normal kur ka infeksione, fillim konsultohet apo vizitohet mjeku am, ku me anë të analizave të gjakut, me kontrollën që e bën mjeku am, do thonë i tregohet prindit apo fokusohet prindit, do thonë në çfarë gjendje është fëmiu. Zakonisht infeksionet virusale kalojnë deri një javë, sikur çka përmendet, mirë po ka infeksione virusale kur vetëm se imuniteti është i ulur te fëmia, dhe atëherë mund të mbërthen edhe ndonjë infeksion tjetër bakterial, i cili domethënë e prolongon atë gjendje të fëmisë dhe mund vjen deri te disa komplikime të cilat mund të përfundojnë edhe në spital. Mirë po zakonisht shumica e rasteve kalojnë deri një javë, kurse kërkon pak trajtim më të veçantë normal, domethënë duhet të mirën më tepër lëngje, duhet, domethënë ato që kemi përmendur disa herë në emisione, janë ato që për t'ju ndihmuar më shpejt që ta kalojnë, mirë po edhe pushimi është shumë e rëndësishme te fëmijët. Domethënë nuk është e mirë që fëmijët i marrmi, t'i dërgojmë në shëtitje apo në diçka tjetër që të lodhen më tepër për t'ju rënë më tepër imunitetin. Domethënë më rëndësi është të kenë pushim dhe të pinë sa më tepër lëngje, dhe normal terapia simptomatike të cilët kur kanë
sikur çka thash, për temperaturë apo varësisht prej simptomeve që ai kanë, jepet ajo terapi dhe besoj që ju kalon më shpejt se sa të mirën antibiotik. Se vetëm antibiotiki e prolongon më tepër shërimin e infeksioneve virusale. Po, sipas jush, cila është gjendja momentale, sepse institucionet kompetente theksojnë se piku tashmë veç ka rritur, por edhe muajin shkurt nuk do jemi më qetë në këtë drejtim. Normale është, domethënë normale. Dhe pse mund këtë kohë? Është normale se kemi shumë faktorë të cilët ndikojnë. Domethënë është vetëm sezona e dimrit të cilët i paraqiten infeksionet respiratore, domethënë ku ndikon njëjtë ndoqja e ajrit, mbylla domethënë shumë njerëzve me një hapësirë, domethënë nuk mundesh me ditë dikush a është infektuar ajo, dhe në atë hapësirë të mbyllur shumë më lehtë mund mirën infeksionet apo këto virusale apo qofshin ato bakteriale, për atë arsye edhe është domethënë sezon e gripeve. Është në gjithë botën, jo vetëm tek ne, ashtu që nuk është diçka e re, po ndodh çdo vit, domethënë kur fillon sezona e dimrit. Shkojmë me shfaqjen e simptomave të parë. Jo që nuk i dim, por thash dallojnë, do të thotë varësisht edhe nga mosha, varet edhe domethënë nga vetë ndoshta fëmia, imuniteti i fëmijëve. Se kemi raste të lehta, edhe më pas normal do të ndalemi edhe në atë, në cilat raste me të vërtetë dhe pse po ndodhin këto komplikime si pasojë e një virusi të gripit, i cili më veç e dim se domethënë kalon. Është domethënë zakonisht te fëmijët deri moshën 6 vjeçare shumica e infeksioneve janë virusale, ku domethënë kërkojnë trajtim më të vogël, mirë po rrallë raste ka kur ato janë edhe bakteriale. Për atë arsye domethënë është mjeku am i cili e definon atë gjendje dhe përmes informacioneve të cilët ja jep prindi dhe gjendjes aktuale të fëmijës dhe normal me analizat laboratorike vjen deri te konkluzioni a bëhet fjalë për grip apo bëhet fjalë për infeksion bakterial. Që nëse është infeksion bakterial jepet terapi tjetër, kurse nëse është infeksion virusal që është mos them 70% e fëmijëve, mirë po te shumica e fëmijëve ato infeksione janë virusale, të cilët kërkojnë pak kohë, mirë po me durim dhe me trajtim të si duhet kalojnë shumë më lehtë. Ta zëmë çka nëse kemi vetëm një simptom dhe vim me një herë te mjeku, a e dim se duhen të kaluar 48 deri 72 orë për t'i bërë këto analiza dhe për të qenë sigurt edhe vetë mjekët se kemi të bëjmë me virus e jo me ndonjë bakterie. Sepse këtu është ajo, domethënë, ajo pika kur shpeshherë nuk dim kemi apo jo virus, apo ndoshta jemi domethënë të prekur nga ndonjë bakterie tjetër, e cila gjithashtu shkakton, sepse edhe këtu janë simptomet e njëjta, edhe me ndonjë ftokje. Janë simptomet e ngjashme, normal, mirë po ka të shumica e infeksioneve virusaleve zakonisht fillon me temperaturë të lartë trupore, domethënë 2 ditë deri 3 ditë, domethënë që prindi vetëm se brengoset për atë temperaturë dhe menjëherë e kontakton apo e çon fëmin deri te mjeku am, ku domethënë mjeku am përmes pyetjeve që ja bën, shef që simptome tjera nuk ka, por ka vetëm temperaturë, nuk ka kollitje, nuk ka diçka tjetër që aludon deri te infeksionet bakteriale dhe me atë temperaturë që ka i këshillohet që të vinë pas 2 ditëve për shkak se i duhet trupit që të krijon antitrupsa për që pasi që të bëhen analizat laboratorike të definohet se a bëhet fjalë për virus apo bëhet fjalë për bakterie. Zakonisht domethënë jo vetëm tek ne, po gjithkund në botë është mirë që analizat laboratorike mos bëhen më njerëz sa të fillon temperatura, disa orë pasi që të fillon rritja e temperaturës trupore, për shkak se pasqyrja e gjakut nuk do të ketë ndonjë ndryshim, po është mirë domethënë të kalojnë 2 deri 3 ditë, pastaj të bëhen analizë laboratorike ku edhe më lehtë do të definohet situata dhe do të dihet a duhet antibiotik apo jo për atë fëmijë. Kemi raste kur fëmijët ndoshta nuk kanë shenja ose e kalojnë shumë lehtë, sepse apo janë të lëvizshëm, vetëm ato raste që janë pak më të rënda. Si keni parë fëmia ka plagështi, nuk lëviz, nuk ka forcë të qarkullon, pastaj vjen rrjedhja e hundes, kollitja e kështu me radhë. Çka me ata fëmijë të cilët ndoshta janë bartës por nuk kanë shenja? A mund të jetë rrezikshëm gripi për ta? Dhe në cilat raste? Normal, domethënë ka fëmijë të cilët imunitetin e kanë më të mirë dhe e kalojnë shumë më lehtë infeksionin sesa fëmijë të cilët kanë imunitet më dobët dhe mund ta kalojnë edhe me komplikime, jo vetëm rënd, por edhe me komplikime. Ashtu që ato fëmijë të cilët edhe kur janë të sëmurë nuk janë atë të molisur apo nuk ashtu e kalojnë shumë më lehtë sesa fëmijët të cilët kur fillojnë vetëm se shenjat edhe prindja dallon gjendjen e fëmijës që nuk është diçka në rregull dhe për atë arsye kërkon ndihmë te mjeku. Ana e sharon doktor pse klinikat janë të stërmbushura me fëmijë? Çka po ndodh? Sepse zakonisht po thonë si komplikim i gripit, por fulljon.
Në më thënë për plot e dini edhe vetë më mirëson, se ndoshta edhe nuk ka ndonjë krevat të lirë në këto spitalet që janë për fëmijë. Tash, kapacitetet tona në shtet i dim, edhe për atë arsye ndoshta edhe ajo është një ndër arsyet, mirë po çdo fëmijë e kalon ndryshe atë infekcion. Dhe çdo prind brengoset për fëmijën dhe normal kërkon trajtim sa më shpejt deri te mjeku. Po ka shumica infeksioneve që mund të trajtohen edhe në shtëpi, mirë po tash kemi raste kur edhe gjatë orës së mbrëmjes i ka paniku prindët se nuk punon mjeku am dhe normal gjithë drejtohen drejt qendrave spitalore. Edhe për atë arsye domethënë edhe rritet numri i kontroleve dhe normal që edhe në ato raste ka domethënë më tepër pranim të pacientëve që për shkak se të fëmijët gjendja edhe një herë ditë vështirësohet për disa orë dhe për atë arsye bëhet edhe pranimi atë pacientëve. Po. Thatë temperatura është simptomi i parë, nëse nuk gaboj. Zakonisht po. Nëse kemi edhe kollitje, zakonisht a mund këto simptomat jenë domethënë tipike për gripin apo ndoshta fshihet diçka tjetër pas? Zakonisht simptomat e gripit janë temperaturë lartë trupore, dhimbje e nyjeve dhe muskujve, dhe domethënë ato janë vetëm se shenjat e para të cilat aludojnë ka gripi. Kurse kur fillon me kollitje me temperaturë me ashtu atëherë bëhen domethënë analizat laboratorike për të pa ekziston mundësia për ndonjë bakterie apo jo. Mirë, po ka edhe strisho të hundës, strisho analiza tjera të cilët vetëm se definojnë edhe për çfarë bakterie bëhet fjalë. Në rregull, çka pas si të vërtetojmë se kemi të bëjmë me grip dhe pas disa ditëve komplikohet gjendja. Çfarë po ndodh doktor? Ka raste se disi pak më shkurt më jeni në këto përgjigje. E ne si prindër duam domethënë detaje pak më tepër, po. Normal, domethënë varësisht prej gjendjes fëmijës, nëse pas disa ditëve, kalon 4 apo 5 ditë, gjendja nuk përmirësohet dhe normal është alarmante që prindit të vizitojnë prapë mjekun, ta sheh se çka është problemi, për shkak se mbas 4 ose 5 ditë vetëm se fillon gjendja të përmirësohet, kurse te ato fëmijë të cilët nuk përmirësohet, është normale që të vizitohet përsëri mjeku dhe të shihet se a ka mbërthyer ndonjë infeksion bakterial apo është ende nuk ka kaluar kjo infeksion. Dhe me anë të kontroleve edhe ato raste trajtohen apo zgjedhen. Po. Ilaçe kundër temperaturës antipiretik, po. Po, ato ndikojnë ndoshta edhe në zbutjen e dhimbjeve, po ja që ne gulfatemi domethënë me ilaçe të tjera dhe shpeshherë insistojnë prindërit tek mjekët për të marrë antibiotik, duke shpresuar, menduar se kjo do e parandalon në shkuarjen e fëmijës në spital. Unë mendoj që edhe shumica e prindërve vetëm se janë vetëdijsuar dhe mundohen që maksimalisht mos përdorin antibiotik. Shumica e prindërve them. Për shkak se kemi raste, domethënë njëjtë, sigur me përvojën në për ambulanta për diçka, kur e shpjegon prindit se nuk ka nevojë për antibiotik, edhe atë kupton dhe mundohet maksimalisht që fëmijës mos t'i jep antibiotik, se çdo barni ka pasojat e vet. Ashtu që kur e shpjegon prindit pse nuk duhet antibiotik për rastet virusale, domethënë edhe ai pajtohet me atë fakt dhe normal mundohet maksimalisht deri te trajtimin ta bën pa antibiotik. Për atë arsye mendoj që ky mentalitet dal ngadalë vetëm se po përmirësohet dhe ajo është diçka e mirë, po gjendja në terren ende është aktuale që është përdorimi i antibiotikëve tepër i lartë, mirë po besojmë që me kalimin e kohës të vëdëson më tepër edhe të fillohet që sa më pak të përdoren antibiotikat, sidomos në këto sezona kur dihet që gripi është aktual. Infuzionet. I kemi qef. E di, prandaj pyes, po nga këndvështrimi një mjeku, na i përkujtoni domethënë gjitha ato informacione që edhe kolegët e juaj shpesh herë thojnë në këtë studio, po edhe në programin tonë, se shpesh herë domethënë mund duke dashur të zbutim gjendjen e mund ta komplikojmë. Por ja që prap disi edhe po e bëjnë të vetën, them drejtën, po ngritemi në këmbë, po jo. Por i ka komplikimet të moshë e rritur apo të mosha mesatare. Të mosha mesatare apo të moshë e rritur, domethënë ka ndonjë efekt mirë, por te fëmijët nuk preferohet as pak, për shkak se është faza e fundit, të cilët është për të dhënë domethënë infuzion. Ne nuk e dim cili është faza e fundit. A mund na shëroni doktor? Është patjetërsueshme që për trajtim duhet domethënë në mënyrë venoze të pranon ndonjë antibiotik apo atëherë i bëhet domethënë infuzion, apo ka dehidrim të lartë që është patjetër të rehidrohet përmes infuzionit. Mirë po te fëmijët zakonisht preferohet rehidrimi në mënyrë orale, domethënë përmes
pjesë langjeve, pjesë elektrolitëve dhe ka mënyra tjera të cilët mund të ndihmojnë deri te rehidrimi. Ato zakonisht ndodhin në sezonën e verës kur janë temperaturat e larta dhe fëmijët mund të dehidrojnë. Mirë po ndodh edhe tash gjatë sezonës gripeve kur fëmijët nuk pinë langje dhe normal pak mund të kenë një dehidrim të lehtë. Mirë po ajo nuk është e arsyeshme që me njerë të mirët infuzion, mirë po shkohet me hidratus oral të cilët ndihmojnë njëjtë sikur që infuzioni, vetëm se në mënyrë orale përmirësohet gjendja. Si sidhen prindërit me fëmijët e tyre të cilët për shembull nuk konsumojnë ushqim, as langje sepse janë të stërlodhur, janë të smur, domethënë nuk kanë apetit e kështu me radhë. Si të veprojmë këto raste, doktor? Çfarë thoni ju në këtë drejtim? Sepse ju si mjek na thoni gjatë gjithë kohës çajra, supë, uj, por ja që shpesh ndodh që kemi të bëjmë me fëmijë, prandaj mora pediatër për këtë emision që të na tregoni si sidhemi ne ndonjëherë me fëmijët, sidomos tani këto moshat e reja kur pak i kemi llazruar ma tepër. Gripeve shumë e rëndësishme hidratimi, domethënë pirja e langjeve sa më tepër, qofshin ato supa, qofshin domethënë çaje të ndryshme, domethënë ka mënyra të ndryshme të cilën fëmia bindet dhe secili prind e di mënyrën e vet se si mund ta bind fëmijën që të pinë. Nuk është aq më rëndësi të hanë ushqim se pas një periudhe të shkurtë kohore ai vetë do të kërkon. Mirë po me rëndësi fillim kur është në atë gjendje të molisur, kur nuk i hat, nuk i pihet asgjë, është me rëndësi të merr sa më tepër langje që të hidratohet dhe në atë mënyrë ai pastaj pas një kohe të shkurtë vetë do të kërkon ushqime. Mirë po secili prind e din mentalitetin e fëmijës vet dhe e din si ta bind që atë pjesën minimale që duhet ta konsumon ta merr që të vjen edhe shërimi sa më shpejt. Domethënë ashtu që atë anë jalon prindërve, ata e dinë më së miri me fëmijën e vet si duhet të vazhdojnë. E keni parasysh tani gjeneratat e dikushme, për shembull nëna tona, me tani juve si prind të ri. Ne kemi pasur metoda tjera për uljen e temperaturave, domethënë. Kemi përdorur uthëllmolle me ujë, ndoshta alkohol, pastrim të trupit, domethënë ose qëndrim në ujë, por me ujë të vakët e kështu me radhë. Tani çfarë sugjeroni ju? Ende janë këto mënyra tradicionale, ashtu që këto mënyra tradicionale dhe si të veprojmë që të jemi më të sigurt se çfarë po bëjmë. Domethënë këto këshilla ekzistojnë ende, nuk janë diçka. Tani keni parasysh kemi neve dhe rrjete sociale ku gjithçka po mund të lexojnë prindërit e rinj dhe disi neve më të moshuarve na shkalojnë. Si e kishit të sqaruar ju këtë? Nuk është ajo problemi, mirë po ato metoda ende ekzistojnë, për shembull qëndrimi në ujë të vakët deri në zbritjen e temperaturës trupore, domethënë edhe ajo është njëjtë me rëndësi. Pastaj përdorimi i alkoolit me ujë, njëjtë, domethënë 50% alkool, 50% ujë, prej qafëse poshtë trupi komplet, domethënë me lecka të me lecka të lagura, domethënë ky trupi ftofet dhe ashtu që fitojmë kohën deri në ardhin e kohës për dhënien e dozës tjetër të antipiretikut. Për atë arsye, domethënë këto metoda të vjetra ende vazhdojnë, nuk kanë dalë prej modës, ashtu që janë të përdorshme ende në këtë kohë dhe preferohen gjithashtu për shkak se edhe në ordinancë apo kudo që të vinë prindet, ne këto ja u cekim këto metoda, tash ufulla apo disa metoda tjera nuk përdoren, mirë po kjo masazha me ujë dhe alkool ende është që përdoret apo tush me ujë të vakët prej qafësit e poshtë, domethënë ato janë metoda që ende vazhdojnë dhe normal këto antipiretikët të cilët janë për zbritjen e temperaturës. Okej. Rregull, kemi raste të tjera kur për shembull kemi fëmijë të cilët kanë temperaturë të lartë, por të njëjtën kohë kanë aq të ethe, domethënë të dukshme dhe shkaktojnë edhe ngërçe. Çka në këto raste? Çfarë të veprojmë? Sepse gjatë gjithë kohës po thoni ju si mjek, jo vetëm ju në përgjithësi, gripi kalon edhe në shtëpi me këto metoda të cilat ju po i thoni, po kemi edhe raste kur normal temperatura edhe sa është ajo temperaturë që mund të qëndrojë fëmia në shtëpi? Ethet janë diçka që paraqiten para rritjes së temperaturës trupore. Domethënë është si simptom të cilën na tregon që temperatura për disa minuta mund të rritet. Dhe kur i kapin si ethet fëmijët, atëherë dihet që temperatura mund të rritet dhe normal ju ftofën durët, këmbët. Çka të bëjmë pastaj? Ti ngropim duart apo çka? Na i tregoni? Normal, masazh duarve dhe fillon me terapinë çka duhet tipët. Në rastet kur vetëm se paraqiten edhe ngërçe, atëherë domethënë fëmia dërgohet në qendrën spitalore më të afër, ku bën analiza laboratorike dhe normal ju shpjegohet prindërve për shkak se deri në moshën 5 vjeçare kam cekë edhe nëpër emisionet të kam qenë. Na e përkujtoni lutem edhe sonte. 5 vjeçare është normale të paraqiten normale. Me ashtu që mund të paraqiten ngërçe
dhe për ato raste domethënë ju shpjegohet gjithçka në qendrën spitalore se si duhet veprojnë, si çka ju jepet domethënë gjithçka informohen që nëse ndodh apo përsëritet ndonjëherë, ta dinë se çka duhet të bëjnë edhe në gjendje shtëpiake para se të dërgojnë në spital. A duhet ta mbajmë në ujë të ngrohtë një fëmijë nëse ka ithë? Jo, nuk të ka shkaktuara, nevojë. po deri tani po flasim për gripin, sepse ne do flasim edhe për komplikimet dhe pse vjen deri te komplikimi. Çka nëse kemi domethënë imunitet të dobët dhe pastaj gripin kombinim me ndonjë bakterie përfundojmë në klinika me pneumoni dhe a ka gjasa prej një virusi të gripit? Marrim neve mendoj fëmijët. Edhe viruset normal mund shkaktojnë pneumoni, ashtu që nuk është diçka ajo që është e pamundshme, domethënë varësisht se sa është i dobët imuniteti, atakimi i virusit mund të çojë edhe deri te pneumonia apo ndezje mushkërive dhe për atë arsye domethënë ai rast është vetëm se për trajtim në spital. Këto raste të tjera nuk mund trajtohen edhe në shtëpi. Po kur kemi ethë duhet t'i lajmë fëmijët apo jo? Jo, nuk ka nevojë të lahen, mirë po ato mbulohen me jorgan apo diçka ndërsa t'ju kalojnë ato ethet, rritet temperatura, kur marrin antipiretik, fillon gjersitja dhe normal pak fëmia edhe është më i gjallë edhe më tepër luan sesa që është para kohës se të fillon temperatura. Derisa fëmijët i kemi në gjendje gripoze ose virale, cila është temperatura ideale në dhomë që duhet ta mbajmë? Zakonisht temperatura ideale është 23 ose deri 25 gradë. preferuar mos themi ideale, po. Zakonisht pa marrë parasysh a jemi në gjendje virusale apo është temperaturë që duhet jetë për 23 deri 25 gradë, ashtu që edhe më tepër nuk ka nevojë edhe më pak nuk është, domethënë temperaturë mesatare të cilën mund të duron trupi i njeriut. Atëherë na sqaroni pse mjekët sugjerojnë që fëmijët të cilët i kemi domethënë me grip, me virusin e gripit, të mos i marrim me vete, të shëtisim nëpër komplekse qendra tregtare të ndryshme, mos dërgohen në qerdhe, në shkollë e kështu me radhë, edhe pse tani jemi domethënë në stinën dimrore, po kjo do të thotë se nuk i dërgojnë fëmijët domethënë në ato lojtoret ku kemi domethënë fëmijë të tjerë dhe ja se si mund domethënë të shpërndahet gripi dhe zakonisht ato lojtore janë ju na burimi. i sqaroni si shpërndahet gripi, si mund preken dhe si përcillet nga fëmia. Zakonisht lojtorët apo vendet ku mlidhen shumë fëmijë mund të jetë edhe burimi i infeksionit. Për atë se një fëmijë me qenë i smur mund të smun 20 fëmijë tjerë. Ashtu që qoftë ajo në qerdhe apo qoftë në lojtor apo në një vend ndonjë mbledhim që është ku ka shumë fëmijë, nëse një fëmijë, nëse një prind e çon atë fëmijë të smur atje, ai mund të infekton gjithë fëmijët. Për atë arsye edhe thuhet ku ka kështu mbledhime ta anashkalohen gjatë sezonit dimrit për shkak se janë ambiente të mbyllura, ndryshe është verës kur janë domethënë është hapësirë e hapur, ndryshe është dimri kur janë hapësira të mbyllura dhe gjithë viruset qarkullojnë aty dhe mund të infektojnë më shumë njerëz në një njëjtën kohë. Për atë arsye edhe preferohet që mos mlidhen fëmijë shumë në një vend që mos vinë deri te rritja e numrit të infektuarve. Doktor, nxënës nuk kemi për momentin në shkollë, në klasa, sepse jemi apo jo në pushim dimror, po qerdhet janë, domethënë, me shumë fëmijë. Kemi prindër të cilët deshen apo s'deshen disi, ndoshta edhe din që nuk duhet të dërgojnë, po ja që i dërgojnë për arsye të ndryshme. Si e kishit komentuar ju këtë çështje dhe një, pse të mos themi edhe një apel në adresë të prindërve para se gjithash, për mirë kuptim që nëse kanë fëmijën me virus gripit, mos t'i dërgojnë sepse i komplikojnë domethënë gjendjet shëndetësore të moshatarëve të vetë, edhe nga ana tjetër pse jo edhe për përgjegjësit e këtyre institucioneve, çfarë rregulla duhet kenë ata? Është normal, domethënë gjatë periudhës pushimeve dimrore, fëmijët që janë në qerdhe nuk kanë pushim për shkak se prindit janë punë dhe patjetër i kemi t'i dërgojmë nëpër qerdhe, mirë po është mirë që të sëmur mos dërgohen, për shkak se një fëmijë i sëmur përmenda më herët mund të sëmur të gjithë. Ashtu që secili mund të gjenë një zgjidhje të merr vetë pushim për fëmijën apo diçka të tillë që të trajton fëmijën derisa të shërohet e pastaj t'i bashkangjitet fëmijëve tjerë në qerdhe. Është normal, kemi raste që mund edhe mos ketë opcion, mirë po preferohet që trajtimin ta bën në shtëpi derisa të shërohet mirë dhe pastaj të fillon qerdhet që mos i vënë në rrezik edhe fëmijë tjerë. Sa në parandalim mund ndodh ushqimi cilësor, rritja e imunitetit që nëse preket një fëmijë me grip e kalon shumë lehtë. A ndikon kjo?
Normal, shumë e rëndësi është në periudhën kur janë me infekcione të mirën sa më tepër pemë dhe perime. Ato, sidomos ne dim ato frutet dimrore që i kemi, ato shumë janë me vitamin C dhe normal ndikojnë sa më shpejt që ta kalon një infekcion. Dhe ka disa barna natyrale që i përdorim në shtëpi, jo mjalt, jo ashtu, mirë po gjitha ato kanë ndikimin e vet. Nuk do të thotë që e shëron patjetër, mirë po ndihmon në shërimin sa më të shpejt. Po. Bronkopneumonia dhe gripi. A ka gjasa që gripi të ndikoj në shkaktimin e një pneumonie tek fëmija? Edhe nëse po, pse si vjen deri tek ajo, sepse ne gjatë gjithë kohës flasim se me të vërtet gripi është një viroz, më veç me gjithë jemi rritur me virusin e gripit, po ja që tani klinikat janë përplot me komplikime dhe gjithçka ka filluar nga ftokja ose nga gripi. Kemi raste normale, prej dikun du të fillohet, ashtu që nuk është diçka që nuk dijen arsyet, mirë po edhe përmenda ma herë që çdo gjë fillon me një ftofje, mirë po nëse nuk trajtohet me kohë dhe sikur çka duhet, mund të vinë deri te komplikimet. Për atë arsye, kemi normal që raste ku kemi edhe komplikime, ashtu që ato komplikime trajtohen në spital ku me anë të kontrollës së mjekut definohet dhe trajtohet domethënë në qendra spitalore. Nuk lejohet të trajtohet në shtëpi, mirë po mbahet në spital dhe domethënë ka kriteriume të cilët kur ta shef mjeku të arsyeshme që nuk është kjo për trajtim në shtëpi, ai vetëm se e ndal në spital dhe fillon me inhalim apo fillon me terapi me antibiotik intravenoz, ashtu që aty domethënë varet prej gjendjes së pacientit apo prej gjendjes së fëmijës në atë rast. Kur jemi tek inhalimet, ato po i përdorim edhe në për shtëpi. Secila familje që ka fëmijë foshnje e ka aparatin për inhalim, i kanë ato ujërat që bëhen. A mund kjo, domethënë, ndikon pozitivisht me këshillat e mjekut apo ndoshta një dozë pak më e madhe me tash mos t'i përmendim ilaçet, po kemi edhe ilaçet që futen për t'i apo jo për t'i liruar organet e frymarrjes, edhe këtu mund të bëjmë ndonjë gabim. Sa mund të jetë ky gabim serioz? Ose lëshim, si do një quajmë. Domethënë edhe lëshim edhe gabim. Se ne nuk kemi mjek, por ja që po kemi inhalime në shtëpi. Për atë arsye nuk duhet bërë asgjë në shtëpi pa konsult me mjekun, për shkak se çdo gjë ka dozën e vet, ku me atë dozë shëron mirë, po me rritjen e dozës mund t'i bën dëm më të madh. Kemi raste kur të fëmijët me dozë të tepruar të disa bronhodilatatorëve mund të shkaktohet tahikardi te fëmijët. Për atë arsye, domethënë nuk preferohet në gjendje shtëpiake të ipet sipas dorës së prindit, po me konsult dhe me dozën që e cakton mjeku am, ashtu duhet edhe të veprohet në shtëpi. Nuk duhet të jepet me nevojë pa nevojë inhalimet, po e shef të arsyesh me mjeku dhe i sugjeron mi bëj inhalim, atëherë bëhet inhalimi. Nuk bëhet inhalimi vetëm ti bëjmë inhalim se do t'i kalon. Domethënë është ka caktohet kur duhet dhe kur nuk duhet inhalimet. Pse po ndodh që një fëmijë preket nga virusi i gripit disa herë në muaj? Çka po ndodh? Normale, deri në moshën 5 apo 6 vjeçare është normale që fëmijët 9 deri 10 herë të sëmuhen gjatë vitit. Domethënë deri 10 herë gjatë vitit të sëmuar. Ashtu që zakonisht, po, jo nga gripi, po infeksionet marr, po, përgjithësi. Ashtu që zakonisht infeksionet kur kapin janë periudha e dimrit dhe periudha e verës. Ashtu që këto domethënë përputhen që brenda muajit mund t'i kalon 2 herë apo 3 herë ndonjë infekcion, qoftë ajo virusale apo bakterial. Për atë arsye, ende pa e kaluar mirë imuniteti është i dobët dhe fëmia në kontakt me virus tjetër mund të infektohet për së dyti. Për atë arsye e themi, domethënë mosha fëmirore është mosha të cilën mund t'i preken më së tepërmi dhe është normale 9 deri 10 herë të infektohet një fëmijë me infeksione të ndryshme. A ka gjasa dhe si të vepron një prindër që është me grip, apo patjetër ka të kujdeset për një foshnjë, për një fëmijë 2-3 vjeç, sepse mvaret apo jo gjithçka nga nëna dhe babai. Është vështirë të izolohet në këtë rast, jo do thoni izolim, por ja, këto raste nuk mund të izolohemi domethënë nga të rriturit, por jo edhe nga foshnjët, nga fëmijët e veçën. Normal, ne prindërit kemi imunitet më të mirë dhe mund ta kalojmë shumë më lehtë virusin se sa një fëmijë. Për atë arsye që tash edhe normal fëmia kërkon pak edhe vëmendje më të madhe kur është i sëmur. Dhe në këto raste ne jemi si viktimë për fëmijët, ashtu që nuk është diçka problem. Për shembull, nëse ne të rritur dhe nëse na kap nuk e kemi as problem. Si ti parandalojmë përhapjet? Për fëmijë tjerë më Po. Nga prindi tek fëmia, sepse ndonjëherë ne nga duke shkuar në punë apo duke i kryer obligimet e ditës
infektojnë fëmijën, apo jo? Normal, duhet mundohemi të kemi kontakt minimal. E çka në atë rast nëse prindi është me grip, nëna është me grip, ka fëmijën 2 vjeç? Ka masa të ndryshme të cilat mund të përdoren maska, mund të përdoren, domethënë, metoda të ndryshme për parandalimin deri te përhapja deri te fëmijët, ashtu që duhet të kemi kujdes, mos lirohemi tepër trim, kontakt kemi minimal që mos ta infektojmë edhe fëmijën. Po. Kategorie veçantë janë foshnjët. Nuk japin, domethënë, ndonjë shenjë se janë të smur, nuk flasin, vetëm çaj ndoshta e kështu me radhë. Simptomet se një foshnjë 2 muajshe, 5 muajshe është me grip. Cilat janë ato? Si mund ta dallon nëna një foshnjë deri në 1 vjet që ndoshta është e prekur me grip? Zakonisht fillon me muspirje të qumshtit, domethënë e refuzon qumshtin, fillon rritje e temperaturës trupore, domethënë ka njëjtë fillon me kollitje, po diçka me simptome të tilla. Domethënë rasti i parë është vetëm se kur e refuzojnë qumshtin, edhe normal prindi brengoset në atë rast dhe menjëherë vazhdon në ordinancën te mjeku am që të shef se çka nuk është në rregull me fëmijën. Dhe për atë arsye, domethënë me ato janë ato shenjat e para të cilët dallohet një fëmijë, domethënë refuzimi i qumshit që ka për ta pirë dhe normal mund të ketë edhe rritje të temperaturës, mund të ketë edhe kollitje, zakonisht ato zihen rrugët e frymarrjes dhe për atë fillon kollitja, fillon ndryshimi i zërit kur merr frymë ashtu që çka bëni me foshnjët e prekura me virus gripi? Si trajtoni mjekët? Se në shtëpi definitivisht nuk mund t'i trajtojmë, apo jo? Ato foshnjë zakonisht trajtohen në spitale, sidomos deri në moshën 3 mujore. Edhe nëse janë prej gripit? Po. Ato fëmijë, kur zakonisht ne ruhemi më tepër me fëmijët e vegjël, domethënë secili prind nuk ka qef të ketë kontakt me shumë njerëz për shkak se mos marrë infeksione, ashtu që deri në atë moshë ruhen maksimalisht, mirë po kur ka raste edhe kur e ka, atëherë vetëm se trajtohen në kushte spitalore. Po. Temperatura nuk asocion vetëm në virus, doktor. Kemi ndonjëherë temperaturë aq të lartë sa që shkakton edhe meningitis, apo jo? A ka të bëjë kjo ndoshta edhe me virusin e gripit? Dhe nëse po, na sharoni cilat raste? Domethënë tjetër virus është ajo që shkakton meningitin, mirë po ato temperaturat e larta, domethënë ka edhe analiza të cilat bëhen edhe për meningit, domethënë kur vjen në ordinancë, mjeku çka e kontrollon, din se çfarë kontrolle duhet t'i bën për t'i parë a ka shenja të meningitit apo jo. Janë disa të veçanta të cilat bëhen në ordinancë. Në rregull. Shkojmë me temën për cilën shpeshherë kemi folur, por jo të gjithë pajtohen me sugjerimet e mjekëve, ndoshta edhe me neve si gazetar që themi se vaksinimi kundër gripit është parandalimi më i mirë. Çfarë do të thoni ju në këtë drejtim? Sa fëmijët po vaksinohen, sa në këtë rast vetdia jonë, domethënë e prindërve të rinj, është ngritur që të vaksinohen, sepse nga informacionet që kanë fëmijët nuk vaksinohen kundër gripit. Spaku tek ne nuk po i vaksinojnë. Të radhë janë ata prindër që i vaksinojnë fëmijët, sepse kemi edhe një par averzioni ndaj vaksinave, sidomos pas pandemisë. Vakcinë tipike kundër gripit e moshët e reja nuk ka, mirë po ka, domethënë në kalendarin e rregullt imunologjik, ka domethënë për influencën vaksinë që pranohet në disa doza në moshën fëminore, ashtu që ai ka vetëm se një mbrojtje kundër influencës apo gripit. Mirë po të moshat më madhore, domethënë preferohet, sidomos ato që kanë sëmundje kardiovaskulare apo sëmundje tjera apo që infektohen më lehtë me grip, ato preferohet vetëm se të mirët vaksina e gripit. Kurse te grup moshët e reja, domethënë ato kanë vaksinat në kalendarin imunologjik, të cilën i marrin ato vaksina domethënë për streptokok, për influencë dhe ashtu që janë në një farë mënyrë më të mbrojtur. Do të thotë se janë të mbuluar në një. Janë të mbrojtur, po. Shkojmë tani tek gratë shtatzëne, të cilat janë paralindjes dhe të prekura me grip. Ju jeni pediatër, por megjithatë jeni mjek. Para se të specializoni pediatrin, keni qenë mjek, keni trajtuar edhe këto raste. Edhe sa ka gjasa gjatë lindjes një grua shtatzëne të përcjell virusin e gripit tek foshnjët e posalindur, dhe se kjo mund të jetë apo jo. Edhe nga këtu një apel që kur dikush e din që është me grip, mos shkon viziton persona që kanë fëmijë me foshnjë dhe që janë shtatzënë. Normal, domethënë, jo vetëm gripin, apo çdo infekcion që kam, qoftë ai urinar, qoftë çfarëdo qoftë infeksioni që është i paraqitur te gratë shtatzëne, domethënë mund të
ndikon që të vazhdon edhe të fëmija kur të linë. Për atë arsye, domethënë, duhet të ruhen maksimalisht, normal edhe mos të kenë vizita çdo kund për shkak se është periudhë kritike dhe normal mban mbi vetë edhe një barë tjetër, ashtu që me rëndësi është sa më pak të kenë infeksione, që edhe fëmijët jenë sa më të shëndosh kur të lindin. Rregull, tani edhe një çështje tjetër, sipas jush dhe informacioneve ju që i keni, kemi të bëjmë me gripin sezonal, apo ndoshta prap me një farë lloj korone, sepse tash po flitet, domethënë gjitha simptomet janë aty këtu, domethënë edhe po flitet se është një grip me të vërtetë shumë i rëndë, ne thonim 7 ditë, po ja që shumë persona njoh, edhe shumë familje njoh, të cilët domethënë nga 2-13 ditë, 2-3 javë domethënë vazhdimisht janë me virus. Diçka po ndodh, po ende zyrtarisht nuk kemi ndonjë variantë. Edhe korona vetë ishte një lloj virusi, ashtu që qoftë korona po diçka, edhe pse tash kohën e fundit testimi nuk bëhet sikur kur ishte në periudhën e Covidit, në koronës, për atë arsye edhe nuk dim numrin e saktë, a bëhet fjalë për korona apo bëhet fjalë për grip, influenca H1 apo këto sepse edhe simptomet po janë tjera. Kemi persona, fëmijë që janë të smur vetëm me temperaturë, me kollitje, me dhimbje në fyt, eshtra e kështu me radhë, po kemi edhe fëmijë të cilët janë edhe me të vjedhura dhe barkçitje, dhe këtu domethënë kemi të bëjmë 2 lloje të viruseve. Kemi shumë lloje të viruseve, vetëm 2 lloje. Kemi shumë lloje, po. Për atë arsye edhe e cekëm më parë, domethënë nëse fëmia e kalon një infeksion virusal për një virusi që është me barkçitje si diçka tjetër, ai vetëm se e ka imunitetin e dopt, dhe kur ta kap infeksioni respirator, që është virusi respirator, ai domethënë do ta kalon edhe atë respirator. I kalon disa lloje të viruseve. Domethënë për atë këtu qarkullojnë shumë viruse, nuk qarkullon një virus edhe tomi vetëm këto simptome janë. Ashtu që kemi në shtetin tonë kemi shumë lloj viruse që vetëm se ndikojnë jo vetëm te fëmijët, por te gjithë grup moshat, të cilët kur janë me imunitet më të dobët, domethënë imuniteti dobësohet kur nuk marrim lëngje sa duhet, kur nuk ham pemë perime që janë sezonale, që ta ruajmë imunitetin dhe ta mbrojmë trupin tonë prej infeksioneve të ndryshme. Çka mendoni ju, doktor, dhe cila do kishte qenë këshilla e juaj në adresë të prindërve të cilët duke dashur normal, se çdo prind dëshiron fëmijës më të mirën, ngritjen e imunitetit përdorin domethënë vitamina, minerale, gjitha të vlera, dhe jo përmes ushqimit, sepse thash, jo të gjithë fëmijët duan të hanë tani frutet, perimet e kështu me radhë. I duan më tepër lëngjet e gatshme ta zëmë. Është normale të mirën tash vitamina, në mënyrë barnave, për shkak se edhe vetë dim që ushqimet vitet e fundit nuk janë aq të bujshme me vitamina dhe minerale, ashtu që a duhet të zgjedhim këtë pjesë apo këtë, apo ta duhet ta balansojmë. Domethënë duan, sidomos në sezonën e dimrit, bile duhet përgatitja të fillon prej sezonës vjeshtës, që domethënë ato duan të mirën në periudhë pak më gjatë që të kenë ndikim më të mirë. Me marrjen e tyre prej fillim, ashtu edhe janë shkalojmë edhe shumë viruse, për shkak se nuk mund të atakojnë njeriun, për shkak se jemi të mbrojtur, ne kemi imunitetin e fortë dhe nuk mund të atakojnë. Ashtu që ju preferon vitaminë C apo disa vitamina tjera të cilët janë të nevojshme trupit, të cilët nuk mund t'i marrim me ushqim, mirë po duhet t'i marrim përmes barnave. Po mirë, doktore, keni parasysh se ne nuk i bëjmë analizat, dhe se këto analiza radhë herë ndodhen dhe mund t'i bëjmë domethënë me librezë shëndetësore, do të thotë gjitha këto janë domethënë privat, po thuajse, edhe po janë privat, pse jo. Domethënë jo të gjithë ne mund t'i bëjmë këto, dhe shpesh ndoshta i japim vitaminat, se edhe doza e vitaminave ndoshta duhet të dihet apo jo. Çfarë bëjmë këtë rast? Ne përmendim vitaminin D te fëmijët, te foshnjët gjithsesi se duhet, po disi sasia nuk di sa jemi këtu dhe sa e mbajmë në kontroll sasinë e vitaminës D, sepse analizat nuk i bëjmë, e dini edhe ju vetë. Më tregoni ju nëse keni raste që i dërgoni pacientët. Është normale gjatë sezonës së verës, për shkak të diellit dhe daljen në diell, domethënë kemi pak më tepër nivel të vitaminës D në trup, mirë po gjatë periudhës prevjeshtës e deri në pranverë, niveli i vitaminës D te secili prej nesh është në nivel më të ulët, ku trupi i njeriut ka nevojë për shtesë. Ashtu që edhe te fëmijët, sidomos prej lindje deri në moshën 2 vjeçare, i preferohet çdo pediatër, domethënë ka atë si princip që fëmijës deri në moshën 2 vjeçare tipet e rregullisht vitamina D, për shkak se është për zhvillim, për rritje dhe për mbrojtjen e estrave. Ashtu që ajo është diçka që është e nevojshme të posalinërit deri në moshën 2 vjeçare, kurse te fëmijët moshës më madhore normal preferohet gjatë periudhës vjeshtës deri në pranverë, t'ju jepet edhe si shtesë vitamina D3 me... Doktor, ju keni përvojë me fëmijë, me foshnjë kështu me radhë,
për të dalur në temën tjetër, që ka të bëjë domethënë me rolin e pediatrit në një spital ginekologjik, kisha dash para se dalim në këtë temë, një sugjerim, një këshill ose një rrumbullaksim për temën e gripit. Dhe moshat pediatrike, fëmijët, thënë. Ato që u deshti përmendëm gjitha, domethënë izolimi të fëmijëve të smur që janë duhet të kenë sa më pak kontakt me njerëz të shëndosh që mos t'i infektojnë, është normale dhe të marrin sa më tepër lëngje dhe pemë dhe perime të jenë të mbrojtur prej viruseve dhe infekcione tjera që mund t'i presin pas asaj kalimit të atij infekcionit. Po, besoj që shikuesit do kuptojnë. Do të kenë mirë kuptim se ne do flasim tani për fëmijët, thamë sonte, sepse gripi do jetë këtu prezent edhe disa muaj, apo jo, kështu që do vije rasti edhe për më të rriturit dhe për gjithë ato komplikimet që i sjell me vete gripi. Thash më herët jemi mësuar themi me ilaçe, pa ilaçe, 7 ditë vetëm duhet kemi durim, apo jo. Por ja që ndonjëherë shpesh përfundojmë në klinik, qoftë kategoria më e rrezikuar, siç janë më të moshuarit, ata me sëmundje kronike kështu me radhë, po thamë që sonte do flasim për moshën pediatrike. Shkojmë për rolin dhe rëndësinë e një pediatri në një spital ginekologjik. Në këtë rast u jeni domethënë për momentin tek spitali Nën Tereza në Çajër. Çfarë do thoni këtë drejtim? Pas lindjes normale kontrollohet foshnja edhe nga pediatri. A mund të na sqaroni këtë procedurë edhe çka mendoni se duhet dinë prindërit e rinj, sidomos ata me fëmijën e parë, dhe sa mendoni që bashkëpunojnë dhe duhet të bashkëpunojnë domethënë prindërit jo vetëm me ginekologun i cili do gjendet në sallë dhe e ndjek shtatzanin, po ku është këtu roli i pediatrit, edhe neonatologut normal, po ju jeni pediatër, po megjithatë jeni aty pediatër që do të thotë i kontrolloni foshnjën. Shumë pak njerëz e dinë që ginekologu është vetëm deri në aktin e lindjes, pastaj domethënë fëmia pasi që të lind, vetëm se kalon tek pediatrët në atë institucion ku është domethënë ku bëhen lindjet, domethënë gjithçka që është rreth fëmijëve, qofshin ato adaptimi i fëmijës, domethënë sa të del fëmia prej nanës, domethënë kalon në duart e pediatrëve. Dhe pediatrët kujdesen tërkohës për ato fëmijë, vazhdimisht, po deri në daljen e spitalit. Dhe normal i jepet këshilla që të vazhdojnë në pediatër pas disa ditëve që të i bëjnë kontrollën e parë dhe të vazhdojnë pastaj me këtë terapi që i përmendëm deri tash. Pasi të lind foshnja, menjëherë bie në duart e pediatrit. Na i sqaroni doktor këtë, çfarë kontrolla i bëni fëmijës, çfarë krejt është roli juaj? Normal, domethënë pas lindjes e kemi kontrollën pediatrike të parë, të cilën shifet adaptimi për shkak se ka qenë botë tjetër, është në barkun e nanës, është diçka tjetër, kurse kur del në ambientin e jashtëm, sigurisht ne kur shkojmë në një vend pa njohur normal që nuk mund të gjendemi me njerë. Ashtu që edhe foshnjët e posalindura kur dalin në ambientin e jashtëm, te disa ka adaptim pak më të vështirë, te disa ka adaptim më të lehtë dhe ne aty kujdesemi gjithë shkon sikur çka duhet. Domethënë bëhen ekzaminimet nëse ka nevojë të ato që kanë adaptim më të lehtë. Cila doktor, na i sqaroni detajet, se ne nuk mund të hyjmë aty absolut as që mundemi, domethënë edhe sikur duam, domethënë edhe si ekip, ka ca, jo që s'kam qenë, kom qenë, po ka shumë protokolle që duhet të respektuar për të hyrë në pjesën ku janë foshnjët, jo që s'kemi hyrë ne si provita, po është pjesë sterile ku nuk duhet dim, prandaj për shikuesit këtu na i sqaroni krejt si është procedura. Domethënë është kontroll pediatrike që bëhet, domethënë shifet gjendja momentale e fëmijës, ngjyra e fëmijës, domethënë ka shumë parametra të cilët duhet ndjeket saturacioni i fëmijës njëjtë, rrahjet e zemrës dhe gjithçka tjetër. Nëse ka diçka që e shohim që nuk është normale, ne bëjmë edhe analizë laboratorike ku domethënë merr edhe trajtimin në spital para se të del për në shtëpi. Domethënë gjitha procedurat që duhet bërë bëhen në spital para se të lëshohet nana me fëmijën të vazhdojnë pastaj në shtëpi. Dhe normal i jepën edhe këshilla se çka duhet bën pastaj në shtëpi, si duhet ta ushqen, në sa kohë do të ushqen. Normal se fëmia nuk qan vetëm për të pirë, po qan edhe për nevoja fiziologjike, qan apo për gjumë, domethënë nuk është puna vetëm çdo çarje të jepet me pi fëmijës. Ashtu që ato këshilla ja u tregojmë nanave aty që janë dhe normal me këshillat e tona pastaj vazhdojnë edhe në shtëpi. Duket nëse nuk gaboj e vlerësoni edhe me notë shëndetin? Po, normal është për adaptimin. Na e sqaroni jo, atë janë disa që... Ta zëm jemi aty dhe na e sqaroni se krejt si rrjedh ky procesi, ose protokolli. Si që përmendëm, për frymarrjen, për ngjyrën e fëmijës, janë disa i cili quhet Apgar score,
ku shënohen vlerat të cilën pediatri e vlerëson në atë moment të lindjes. Në minutën e parë dhe minutën e 5 si është gjendja e fëmijës. Për atë arsye e tregova, kontrolla pediatrike bëhet dhe përmes asaj vlerësohet gjendja e fëmijës. Tash zoti çdo herë kemi nota gjithë larta e krejt, po çka dhe cilat janë rastet më të shpeshta që ndoshta mund të ndodhin pas lindjes së foshnjës. Po ka raste zakonisht kur janë botën tonë. Ka fëmijë që janë me anomali kongenitale, kemi fëmijë të cilët marrin infeksionet që janë prej prindit të cilët ka kaluar ndonjë infeksion gjatë fundit të stazanis, për ato arsye, edhe ato edhe trajtohen ne derisa të shërohen plotësisht, pastaj edhe i lëshojmë në shtëpi. Po. Zakonisht e di se foshnjët preken nga verdza, derisa qëndrojnë në spital. Si reagohet këtë drejtim? Verdza fiziologjike zakonisht, po, dhe për atë arsye i ndjekim edhe për atë ku kemi një tabel ku vlerësohet deri në çfarë niveli tolerohet dhe pas asaj vazhdojnë edhe me fototerapi ende në spital, ku vetëm se ndikojmë në shërimin e asaj verdze fiziologjike. A kemi praktik të kontaktojmë para se me lindje edhe pediatri? Apo gjithmonë kontakti është me ginekologë? Respekt ndaj ginekologëve, po ja që kemi ne edhe profile tjera të cilët duhet ti takojmë, a duhet që takojmë? Mendoj ne, kur them që takojmë, flas në emër të shikuesve, të provitës. Normal, çdo këshill prej mjekëve, qofshin ato ginekolog, qofshin pediatrë, janë të mirë sa urdhëra për prindit, sidomos prindit të ri, të cilët e kanë fëmijën e parë, normal që për fëmijën e parë kanë më tepër stres, nuk dinë si të veprojnë, çka të bëjnë, për çdo ndryshim më njëherë vrapojnë në qendra spitalore. Për atë arsye, këto këshilla janë që ta dinë se si ta menaxhojnë situatën në raste të tilla. Rregull, a mundet prindit vije, në kontroll nëse s'është mirë diçka foshnja, edhe në spital, apo duhet si shkon kjo? Jo, pasi të dalin prej spitalit, vetëm se vazhdojmë te mjeku pediatër am. Zakonisht deri në lëshim janë tek natë, çdo trajtim ka që raste kur duhet vinë te ju ajo, ose nëse po në cilat raste? Në spitalin e ginekologjisë nuk vinë, mirë po i drejtojmë të shkojnë te mjeku am pediatër, që do ta caktojnë ato vetë pasi të dalin prej spitalit. Ata janë zakonisht tash mjek familjar, shumë pak pediatër kemi. Po ka, dhe pediatra kemi deficit, mirë po shpresoj që në të ardhmen do të rregullohet edhe ajo çështje. Po, doktor, shkojmë me vaksinat që foshnjët i marrin në spital. Përveç BCZ nuk di ti diçka tjetër. Edhe hepatiti B mirët. Na i sharoni doktor? Po, janë 2 vaksinat të cilët mirën gjatë qëndrimit në spital. Kemi raste kur edhe ato vaksina nuk hipen, varësisht prej gjendjes shëndetësore të fëmijës, kemi raste kur edhe nuk hipen, pastaj ju tregohet prindit që nuk i ka marrë këto vaksina dhe kur fillon me imunizimin në qendrat vaksinimit, atëherë edhe ato vaksina i marrin në ato qendra. Kur është fëmia gjithçka në rregull, i japim këto di vaksinat, ashtu që janë vaksinat të cilët mirën gjithkohë në botë, jo vetëm tek ne. Po, tek ne si janë. Në cilat raste ju e ndani foshnjën nga nëna, ditët e para? Ka raste të këtida, nëna nuk e shef foshnjën, derisa t'ja vinë, edhe sa këtu, jeni transparent, i tregoni prinderit. Normal, prindi ka të drejtë i di gjitha për fëmijën, nëse është diçka ka adaptim të rëndë, ka ndonjë infekcion, ne informojmë prindin që ka nevojë për trajtim dhe i tregojmë që do të trajtohet me qofshin ato me antibiotika, me diçka terapi tjetër, qoftë për verdhën, çdo prind informohet, mirë po nuk largohet prej prindit, po prindi mund ta shef në çdo moment kur dëshiron. Nuk është ajo diçka që fshehet diçka, mirë po. Jo që fshehet, mos e më keq kuptoni, po unë ashtu shpreha dahet, se me dikur ne kemi pas tjera kushte, tani më duket në dhoma i mbajnë, apo edhe në spitalin ginekologjik. Kështu që, domethënë, në aso kohë ose nuk i sillnin foshnjët absolut, domethënë. Tash shumicën e kohës rrinë me prindin fëmijët dhe normal kontakti tet-a-tet me prindin është shumë më i mirë dhe më shërues se gjithçka në botë, ashtu që sa më shumë të rinë fëmia me prindin, aq më shpejt edhe sëmundjet i kalon edhe më lehtë. Po, diçka tjetër që mendoni se është më rëndësi të dinë shikuesit e Provitës kur kemi të bëjmë me foshnjët e posalindura dhe trajtimit të tyre, mirëmbajtjes së shëndetit të tyre nga ana e pediatrive në spital? Sepse thash, nuk kam qenë moti aty, se duhet ndiqen shumë protokolle, është vështirë të hyjet edhe, sidomos duhet kemi kujdes, apo edhe nga viruset, edhe nga, domethënë tërë ekipi duhet qeti, edhe një organizim i mirëfill duhet që kërkon kohë dhe punë për të hyrë dhe për të parë se çfarë ke ndodha, që se kemi foshnjë të cilat i lini në inkubator, e raste të cilat ju nuk i mbani, dërgoni në klinik, dhe ja këtu pastaj ndahet prindi me
Nëna me foshnjë. Ka raste, domethënë të veçanta kur dërgohet në spital, ajo është domethënë raste të rënda të cilët kërkojnë trajtim më të veçantë dhe normal për analiza më të hollësishme dërgohen edhe në spital. Mirë, po shumica e rasteve trajtohen tek ne dhe normal ato të cilët janë në të lindur para kohe është e nevojshme të jenë në temperaturë të posaçme ku duhet të mbahet sikur kanë qenë në barkun e nonës dhe për atë arsye dhe futen në inkubator. Mirë, po domethënë kemi protokoll të cilët kur duhet dhe kur nuk duhet të jenë në inkubator. Zakonisht fëmijët të cilët lindin para kohe kanë nevojë domethënë të qëndrojnë në ashtu atmosferë sikur që kanë qenë në barkun e nonës dhe për atë arsye mbahen disa ditë në inkubator derisa të shohim, të vlerësojmë na që mund të jenë edhe mund gjenden edhe jashtë inkubatorit. Po. A ka raste kur prej spitalit të juaj i çoni në klinikën universitare? Normal që ka raste jo vetëm për spitalit tonë, po për gjithë spitaleve ku ka lindje. Në rregull, tani po e përmendi spitalin e juaj se mos mendohet që vetëm prej këtu dërgohen për atë arsye. Klinikë universitare që do të thotë i mbar vendi i dërgon gjitha spitalet i dërgojnë kur kemi raste më specifike. Normal, kur janë raste më specifike dhe kërkojnë trajtim më të veçantë, domethënë kërkojnë trajtim intensiv për shkak se qendër intensive ka vetëm në klinikën e fëmijëve, ashtu që atje zakonisht prej gjithkund ku ka spitalet e lindjeve kur janë raste më të vështira dërgohen domethënë në qendrën universitare. Bashkëpunoni, kontaktoni domethënë rreth organizimit ju si pediatër me pediatrët e klinikës universitare. Konsultohen, ata tregohet që duhet dërgohet fëmijë dhe pastaj fillon protokolli si duhet të transportohet. Krejt për fund po ju la juve, qoftë me porosi, qoftë me mesazhe, qoftë me ndonjë çështje për cilën ju e keni parë, e dini që ndoshta duhet ta theksoni sepse ne nuk mund dim gjithçka, po jo çka ndodh në një spital. Normal, domethënë sa i përket për spital, gjithë prindërit në anët e reja informohen se çka duhet të bëjnë në shtëpi, se kur është gjendje alarmante për të dërguar fëmijën në kontroll dhe normal i sugjerojmë në çfarë periudhe duhet të ushqejnë fëmijën për shkak se çdo teprit fillon me ato, si themi ne, gërçet e hershme kur fillojnë mos jenë rehat natën, domethënë për atë arsye i tregojmë se si të evitojnë ato dhe të jenë më rehat te shtëpia me fëmijët. Po. Doktor, ishte kënaqësi që kemi në Provita. Faleminderit edhe juve, edhe për mua gjithashtu kënaqësi. Sa më tepër poshtje me pak probleme shëndetësore dhe gjithat le të jenë të shëndosha. Shpresojmë gjithashtu. Faleminderit edhe juve. Ndërkohë normal që falëndrimi shkon edhe në adresë të juaj, shikues të nderuar, kaq për sonte, shihemi të anën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëjtje.